الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kur njeriut I lihet në bezë diçka, kur njeriu ngarkohet me diçka nga ana Allahu subhanahu wa taala, ai e ka për detyrë ta ruaj atë. Pra neve Allahu subhanahu wa taala na ka ngarkuar që ta zbatojmë librin e tij, mesazhin e tij që e ka zbritur tek njerëzit. Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë në bezë të libër që ne ta ruajmë atë dhe ta përhapim atë në mesin e njerëzve. Andaj nuk ka gjë më të shëmtuar se sa kur muslimani e njeh një gjë të tillë, e kupton mirë një gjë të tillë dhe pastaj e humbat. Siç është gjendja e hebrejve dhe atyre që u ngjasojnë atyre për cilën na tregon Allahu në Kur'an ku thotë: "Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara." Shembulli I atyre që u ishte dhënë në bezë Teurati, pra ishin ngarkuar me zbatimin e Teuratit, me mësimin e tij, me praktikimin e tij. Thumma lam yahmiluha, mirë po pastaj ata nuk e zbatuan atë, kamathali al-himari yahmilu asfara. Është sikur shembulli I një gomari I cili mbi shpinën e vet bart libra. Pastaj thot Allahu: "Bi'sa mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayati Allah." Sa I keq, sa I shëmtuar është shembulli I një populli që I përgënjeshtruan shpalljet e Allahut. Wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Dhe Allahu nuk e udhëzon popullin zullumçar. Në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala po tregon se ai u mësoi atyre Teuratin dhe I ngarkoi ata që të punonin sipas Teuratit. Dhe u dha në besë atë që ta ruajnë atë, mirë po ata nuk veprojnë asaj. Allahu po thot: "Thumma lam yahmiluha." Pastaj ata nuk e zbatuan atë Teuratin në jetët e tyre, pra nuk I morën udhëzimet dhe këshillat e tij, nuk I zbatuan dispozitat e tij. Mesin e këtyre dispozitave ishin edhe ajetet të cilat flisnin për profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe obligueshmërinë e pasimit të tij kur ai shfaqet në mesin e tyre. Dhe ishin ajetet të cilat flisin se ai ishte vula e profetëve, pra profeti I fundit. Mirpo, megjithatë ata nuk I besuan atij sallallahu alaihi wasallam, nga se I dhan përparësi jetës së bote ndaj botës tjetër, u treguan me një mdhënie arrogant dhe e humbën këtë besë që kishin dhënë Allahu subhanahu wa taala, andaj dështuan në të dyja botët. Mirpo, edhe pse ky ajet ka zbritur për një kategori të caktuar njerëzish, nuk do thotë se nuk vlen si qortim edhe për neve besimtarve. Pra edhe nëse ti si musliman vepron sikur ata, përfshin ky qortim I Allahu subhanahu wa taala. Dhe çështja bëhet edhe më e rrezikshme për ata persona që kanë dije për fenë e Allahu subhanahu wa taala, që janë shembull në popullin e tyre që ndiqen, që janë kërkues e nxënës dijes. Pra nëse ata u ngjasojnë kësaj kategorie të njerëzve, atëherë po e vrem se Allahu subhanahu wa taala për ta ka sjellur shembullin më të keq, më të shëmtuar. Ibn Kaimi rahimahullah duke u ndërlidhur me këtë ajet, thot, pra kuptimi I fjalëve të tij se si Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet ka krahasuar gjendjen e atyre njerëzve që Allahu I ka ngarkuar me zbatimin e librit të tij, me besimin e librit të tij, me atë që ata të meditojnë rreth librit të Allahu subhanahu wa taala, të punojnë sipas tij, të thrasin njerëzve drejt tij. Mirë po pastaj ata nuk vepruan asaj dhe e tërë ajo që e vepruan ishte se e mësuan përmendsh, leximi që ja bënin librit ishte pa meditim, pa reflektim, pa u munduar të kuptonin atë, pa I ndjekur dispozitat në të, pa punuar sipas tij. Pra gjithë këtë thot Ibn Kaimi, këta njerëz Allahu I krahasoi me një gomar I cili mbi shpinën e tij bart një torbë me libra, dhe ai nuk e di fare se çfarë është duke bartur. Pastaj Ibn Kaimi rahimahullah thot, kështu është edhe gjendja e njeriut kur ai nuk e zbaton në jetën e tij librin e Allahu subhanahu wa taala. Pra gjendja e tij është sikur gjendja e këtij gomari, Allahu na ruaj, I cili bart libër në shpinën e tij dhe nuk e di fare se çfarë është duke bartur, mirë po vetëm lodhet e raskapitet. Pastaj përmend Ibn Kaimi thot se edhe pse ky shembull është sjell për hebrejt, ky I përfshin nga ana kuptimore edhe atë person musliman I cili e bart Kur'anin, mirë po nuk vepron sipas tij dhe nuk I jep të drejtat që I takojnë dhe nuk e ka në konsiderat shenjtrinë e tij. Si të dalim nga kjo gjë e shëmtuar, si të shpëtojmë nga ky përfundim I keq? Zgjidhja për këtë është frika prej Allahu subhanahu wa taala. Zgjidhja për këtë është kur ne punojmë me dijen që e kemi, kur ne edukohemi me edukatën e Kur'anit, kur ne e pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ne zbatojmë sunetin në veten tonë, në fjalët tona, në veprimet tona.
Si thot Allahu, ati'u Allaha wa ati'u Rasul, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe pashtu thot, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni shembullin më të mirë, më të mrekullueshëm, më të përkryer tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pashtu thot Allahu, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Jeni të qëndrueshëm e stabil në rrugën e cila ju çon drejt Allahu subhanahu wa taala dhe kërkoni falje prej tij. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë stabil e të qëndrueshëm në të vërtetën dhe në udhëzim. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj nga tekat dhe dëshirat, të cilat na largojnë nga rruga e tij e drejtë. Sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.